Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Përshëndetje të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, kudo që jeni dhe që në këto momente po shoqëroheni me valët e Radio Marisë së Kosovës, një zë i Krishtër në shtëpinë tënde. Ju ftojmë në këtë çaste që të lutim së bashku mbrëmsoren. Sot është festa e Lumja Virgjër Mari, nëna e kishës, apo dita e dytë e rëshajve. O hyj më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Të falem yllidetit, nënje dhënse e hyjit, ti gjithmonë mbete virgjër dhe dera e lume e qiellit. Duke marr atë të falem, nga goja e Gabrielit, na përforcon në paqe, duke i ndëruar emrin Evës. Fajtorve zgjidhu prangat, të verbërve qoju dritën, të zeza tona shporri, të gjitha të mirat lypi. Tregoje veten në për ty të marr lutjet, ai që për ne i lindur pranoj të jetë yti. O virgjër e vequar, ndër të gjithë më ëmbla, prej fajesh ne të zgjidhur, na bëj të butë e të pastër. Të lirë në ruaj jetën, të sigurt na bëj udhën, që duke parë Jezusin për herë bashkë të gëzojmë. Lavdi i qoftë hyjit atë, Krishtit të lartë i qoftë nderim, dhe nder Shpirtit Shenjtë, të treve një adhurim. Amen. Antifona e parë. Ta lavdërojmë Zotin hyjin ton, sepse e amshueshme është dashuria e tij. Psalmi 136, pjesa e parë, himn i pashkëve. Lavdëroni Zotin sepse është i mirë, sepse e amshueshme është dashuria e tij. Lavdëroni hyjin e hyjnive, sepse amshueshme është dashuria e tij. Lavdëroni Zotin e zotave, sepse e amshueshme është dashuria e tij. Ai i vetmi bëri mrekulli të mëdha, sepse amshueshme është dashuria e tij. Me dije të madhe ai e krijoi qiellin, sepse e amshueshme është dashuria e tij. Ai e forcoi tokën mbi ujëra, sepse amshueshme është dashuria e tij. Ai i krijoi dritëdhënësit e mëdhenj, sepse e amshueshme është dashuria e tij. Diellin që ta sundoi ditën, sepse amshueshme është dashuria e tij. Hënën dhe yjet që ta sundoi natën, sepse e amshueshme është dashuria e tij. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Ta lavdërojmë Zotin hyjin ton, sepse e amshueshme është dashuria e tij. Antifona e dytë. Të mëdha e të mrekullueshme janë veprat e tua, o Zot, hyji i gjithëpushtetshëm. Psalmi 136, pjesa e dytë. Falenderim Zotit për shërbimin e tij. Ai e goditi Egjiptin në të paralindurit e tij, sepse e amshueshme është dashuria e tij. ai e nxori Izraelin nga mesi i tyre, sepse amshueshme është dashuria e tij. Me dorë të fortë e me krah të fuqishëm, sepse e amshueshme është dashuria e tij. Ai e ndau dysh detin e Kuq, sepse amshueshme është dashuria e tij. E kaloi Izraelin përmjedis të tij, sepse e amshueshme është dashuria e tij. E plandosi faraonin e ushtrinë e tij në detin e Kuq, sepse amshueshme është dashuria e tij. E udhëhoqi popullin e vet në përshkret të tir, sepse e amshueshme është dashuria e tij. Ai i goditi mbretërit e mëdhenj, sepse amshueshme është dashuria e tij. Vrau mbretër të fuqishëm, sepse e amshueshme është dashuria e tij. Sehonin, mbretin e Amorrenjeve, sepse amshueshme është dashuria e tij. Edhe Ogun, mbretin e Basanit, sepse e amshueshme është dashuria e tij. Dhe i dhuroi tokën, pronën e tyre, sepse amshueshme është dashuria e tij. Për trashëgim Izraelit, popullit e vet, sepse e amshueshme është dashuria e tij.
Ai na kujtoi në përvojtërimin ton, sepse amshueshme është dashuria e tij. Ai na shpëtoi nga armiqtë tanë, sepse e amshueshme është dashuria e tij. Ai ju jep ushqim të gjitha gjallësave, sepse amshueshme është dashuria e tij. Lavdërojeni Perëndinë e qiellit, sepse e amshueshme është dashuria e tij. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Të mëdha e të mrekullueshme janë veprat e tua, o Zot, hyji i gjithëpështetshëm. Antifona e tretë. Tani po përmbushet plani i Zotit që Krishti të bëhet zemra e botës. Kënga kraso letrën drejtuar Efesianëve kapitulli parë. Hyji shpëtimtar. Qoftë bekuar hyji, ati i Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na bekoi me çdo bekim shpirtëror. në qiell në Krishtin, Në të na zgjodhi, para krijimit të botës, që të jemi të shenjtë e të papërlyer. para ti në dashuri, Ai na parashënoi për vete, të jemi bij në shpirt, në saje të Jezu Krishtit, me pëlqimin e vullnetit të vet, për nder të lavdisë së hirit të tij. me të cilin na pajisi me anë të dashurit, Në të, në saje të gjakut të tij, e fituam shpërblimin, në të na u falën fajet, me anë të begatisë së hirit të tij, të cilin hyje ndikoi në ne. bashkë me çdo urti e kuptim, Ai na vuri në dijeni, mbi misterin e vullnetit të vet, synem që lirisht kishte vendosur. qysh më parë ta kryente në të, Kur të plotësohej koha, të vërë çdo gjë në kryesinë e Krishtit, të gjithë qenësit, që janë në qiell e në tokë, lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. tani po përmbushet plani i Zotit, që Krishti të bëhet zemra e botës. Leximi i shkurtër krahaso letrën drejtuar Galatasëve kapitulli 4. Kur erdhi koha e caktuar, hyi dërgoi birin e vet, të lindur prej gruaje, të nënshtruar ligjit, që t'i shpërblente të nënshtruarit e ligjit, që ne ta fitonin biesinë në shpirt. Përgjigja e shkurtër. Të falemi Mari hirplote, Zoti me ty. Të falem Mari hirplote, Zoti me ty, E bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Zoti me ty. lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari hirplote, Zoti me ty. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. I tha Zotria nënës së vet, grua, ja yt bir, më pas i tha nxënësit, ja nëna jote. Kënga Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar kapitulli parë, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me hare i brohorit hyet, shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërptoren e vet të përvuajt, që tani të gjitha brëznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithëpushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni më brezni, për ata që e druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vet, I hodhi poshtë qëllimet e krenarëve, i rrëzoi princat prej froneve të tyre, e i lartësoi të përvuajtërit, me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duarthat, I ndihmoj Izraelit shërbëtorit të vet, duke e sjellë në mend mëshirën, si u apati premtuar etërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. i tha Zotëria nënës së vet, grua, ja yt bir, më pas i tha nxënësit, ja nëna jote. Lutjet e besimtarve. Hyjin Atin e gjithëpushtetshëm ta lavdërojmë
sepse na dha në Marin një peng të sigurt ngushëllimi dhe shprese. Ati t'ja drejtojmë lutjen e përvojt. Ndërmjetësoft për ne nëna e birit tënd, o hy që bën mrekulli, Virgjën Mari të pamëkat me trup dhe shpirt, e bëre pjesëtare të lavdisë së Krishtit. Drejtoj ka lavdia mshuar edhe zemrat e besimtarëve. Ndërmjetësoft për ne nëna e birit tënd. Marina edhe për nën, bëj që me ndihmën e saj të shërohen të sëmurët, të pikluarit, të ngushëllohen, mëkatarët të falen. Dhe të gjithë ta fitojnë paqen dhe shëlbimin. Ndërmjetësoft për ne nëna e birit tënd. Marin e bëre hirplote. Bëj që të gjithë të gëzohemi për dhuntitë e shpirtit tënd. Ndërmjetësoft për ne nëna e birit tënd. Bëj që kisha jote të mbetet një zemre dhe e bashkuar në dashurinë tënde. Dhe besimtarët të qëndrojnë në lutje së bashku me Marin, nënën e Krishtit. Ndërmjetësoft për ne nëna e birit tënd. Marin e kurorëzove për mbretëresh në qiell. Bëj që të vdekurit në mbretërinë tënde të gëzohen me shenjtërit e tu. Ndërmjetësoft për ne nëna e birit tënd. Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme, na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyja ti mëshirës, biri yt i vetëm, duke vdekur në kryq, na ka dhënë neve për nënën tonë të njëjtën nën të vetën, të lumen Virgjën Mari. Bëj që të mbështetur nga dashuria e saj, kisha jote për herë e më pjellore në shpirt, të gëzohet për shetrin e bijve të saj dhe t'i bashkoj të gjithë popujt e botës në një familje të vetme, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë Hyjin.